nuk kishte ndërmarrje kriminale në ushtrinë qytetarët të Kosovës. Kjo është e vërtetë dhe kjo e vërtetë ka me dalë në këtë gjykatë. Nuk është konstatimi i gabuar nëse them që ish ministrja që ka qenë nuk është që ka bërë diçka të madhe në lidhje me këtë proces. Edhe kjo është një vërtetë absolute sepse dihen qëndrimet e saj. Çka kemi ndryshuar në raport me takimet tuaja me diplomat që ku t'jeni me ta me ju tregu shumë shkile që ka ndodhur në këtë gjykatë. Ne secili bëjmë atë që e kemi obligim dhe i gjithë shteti mendoj që ka qenë në funksion të kësaj të vërtetës që unë po e them, për luftën e UÇK-s. Nuk kishte ndërmarrje kriminale në ushtrinë qytetarët të Kosovës. Kjo është e vërtetë dhe kjo e vërtetë ka me dalë në këtë gjykatë. Nuk ka në zemër të UÇK-s ndërmarrje kriminale. Ushtria qytetare e Kosovës ka qenë ushtri e drejtë, e krijuar drejt për drejt për popullit të Kosovës. Prej kërkujt prej larti nuk është kriju ushtria qytetare e Kosovës. Ajo ka marrë hap sidomos pas epopesë legjendare të Jasharëve, edhe rënjes komandantit legjendar Adem Jashari, së bashku me Hamxhin, së bashku me Bacin Shabana dhe me 58 antar tjetë familjes, ka marrë hap, është masivizu ushtria qytetare e Kosovës. Kanë shku aty me mira ushtarë, burra e